Dashur shikues, jemi rikthyer në studio dhe është koha për një tjetër bisedë këtu në studio. Në këtë rast do të kemi një atmosferë shumë të bukur. Do të flasim për jetën larg Kosovës, për dashurinë dhe për gjithçka tjetër. Bashkë me mua në studio është Mirvete Jerliu, kënaqësi që jemi bashkë. Mirë se erdhe zonja Mirvete. Faleminderit për ftesën. Si dhe Begzat Jerliu. Mirë se erdhe zotri Begzat, kënaqësi që jemi bashkë. Mirë se u gjejmë. Tash do të kemi një atmosferë shumë të bukur në studio, sepse përveç që do të flasim për dashurinë, për jetën larg Kosovës, për muzikën, për një çeft që thjesht e shijon jetën, më duket. Kështu shihet edhe nga rrjetet sociale. Fillimisht më tregoni çush po kaloni në Kosovë. Mirë, shumë mirë. Nesër javë kem ardhur. Po dalim ka pak, familjarët e kem vizitu. Koha është e mirë, e ndryshueshme, shumë mirë. U kënaqemi, pra, si na dhesin me lidhje. Sepse botën mund ta shëtit gjithkund, po si vendin si edhe jo nuk mund ta gjejsh. Nuk ka si në Kosovë, a? Nuk ka, pra, se na kështu kemi edhe si me thonë, shëtin hobi, shëtisëm në përkrejt botën, po pa u kthy këtu, ma në fond me ba pushimin në Kosovë në troje shqiptare, nuk e numërojmë se kemi kry pushimin. Që shia mbitor. Ku do që shkon në fund në Kosovë me pushua? Shqipëri, i vizitor. Atëre i përbush do thotë. Programin si do të ndryshe, mund të shëtis gjithkund, pa dhe jo nuk e gjenë. Unë edhe ju pyeta kur ju pash që sa ko jeni në Kosovë ose kur keni ardhë, se unë thash më duke që vini shumë shpesh në Kosovë. Po, vina. Zakonisht 2 herë në vit dimër edhe herë pushimet, po ndërkohë, Ndodhë 5-6 vikendeve vit. vim edhe për vikende. Edhe vikendeve, një vikend në Kosovë, Një vikend fluturon edhe kthehesh më dhej. Si dalën dyshja. Mirë shumë. Ju jetoni në Gjermani, që sa vite jetoni në Gjermani? Më tregoni pak për juve, për jetën e juj. Po, 91 fundin, 91 është, do të tash 35 vjetë, bo. sa banë, 35, po. Do thotë sa jeni martu, keni marrë rrugën për në Gjermani. Pas 2 viteve. Pas 2 viteve. Kështë së të ri. Pse? Çka ndoshta ju bërit në atë kohë që ta lëni Kosovën për Gjermani? Shkon për pak, e mbetesh për shumë. A do të thotë nuk keni shku me idenë që me jetu Jo, në Gjermani? jo, na kem shkuar të për me shëtit, kështu, turist, atër nuk kanë ekzistu vizat fare, ke marrë biletën edhe ke fluturu, do thotë. Tu me du se do të kthehemi mbas 1-2 java, kështu diçka, ndërkohë edhe farë kontrole kem pas me bërë një lloj kontrole. Çështje mjekësore. Mjekësore edhe mbetëm sot asaj dite. Do të kthehemi sot edhe tash për tash. Edhe tash 35 vite. Tash kalon vite plot. Plot shumë vite. Kem shku me ne foshnje, me ne Foshnje, vogël, edhe atje shtu me familjen. Edhe mbetu pas nej. Mbetet. Se fillon jetë e re, do thotë, nuk din mas nej valë të detit ka të shojnë. Po, mandej është pak problemu shkut prej rutinës, së përditshme që krijohet. Fillon jetë e re, fillon diçka krejt tjetër edhe mbetesh, sot nesër. Mbetesh mandej. Më thonë drejten, s'kem mendu kur me lëshu Kosovën, as me shku dikun, për çështje shëndetësore kem shku. Kom shku veç me ba një Lloj kontroll dhe mu kthy prapë. intervenim edhe mu kthy edhe me të. Filloj situata mu Keq mu keqsu. Atje u dashke me kanë i herë një ko pak ma gjatën kontrollat vazhdueshme edhe Mbetëm asaj. me të fillun këtu din edhe situata filloj mu Keq mu keq. Baba më se kërë që atje një herë mirë jeni se fillim edhe djalin këm desht konatës ose namës, mja namës, se të ishim veç për shkull të këthajem. Edhe qak. Më tregoni pak, sa ka qenë ndoshta e vështirë atëherë për shtatja me kulturën gjermane, sidomos në atë kohë në Kosovë, kanë qenë ende shumë të teksume traditat, jeta ka qenë shumë ndryshe, ndoshta me Evropën ka dalluar përgjithësi. Për shtatja nuk ka qenë e letë mas pari shkaku i gjuhës. Shamu në fillim kem kontaktu ose me anglisht. Mas një kohë ke pa që s'ki qare pa e mësu gjuhën, ose edhe shumë gjerman mosha ma e vjetër nuk e njefshin anglishtin, edhe bile u ke mërzi kur folëshim anglisht, të ishin në Gjermani, do të gjermanisht jam u folë. Ndërkohë vizitu këto kurse gjermane, jo si tash, atëherë kanë dhe më thonë, nuk e pas kurse intenzive, nuk e pas
po vetë në shpi me fjallore, me as fjallore shqip gjermanisht nuk ishe, po u mëna ishe jo kratisht gjermanisht, feq, so falë. Vështirë ka qenë, vështirë. Mobila, hendi s'ka pas, Google e këtu me njëherë mi përkëthy, si tash që është gjdo gjë. Që e kje komunikimi non-stop. Non-stop, atëherë ka qenë vështirë. Edhe balli ka qenë shumë nërishme, as telefonat s'kanë egzistu në gjdo shtepi, ose edhe atje dhe i sa u merke lidhja, dhe ka qenë vështirë, nuk ka qenë letë. Të bekta? Çdo fillim është i vështirë. Po. Sidomos që në atë kohë gjermanishtja nuk është folash, nuk është mësofare. Ta në shte kem ditë një 2-3 fjallë, edhe ato mrapsht, jo Jo që shduhet, a? Jo që shduhet, pra dhe kem shku, po atëherë kem marrë disa fjallorë kështu, kroatisht, shqip, ma pak ka pas fjallë, edhe kem su përmesh, si me thanë autodidakt. Dhe një kohë s'kem dalë jashtë, po kem vendosë mësu diqka. E mas ne kem fillu disa kurse rishkollime të vazhdueshme, edhe kështu që kem fillu. Unë kujtojt një rast, kur kam shku për herë të parë me kërku punë, në endin e punësimit, e ka qenë një kohë e shkurt, 1-2-3 muaj, edhe shkohet me u regjistru, atje, tha ti, a e ke përkthysin? Thash jo, tha ti duhet me pas përkthysin, tha se, çka kërkon, tha ti këtu? Thash unë përkthysin s'kam po, diçka thash, nështa kuptaj diçka. Jo, tha dilë, tha ti shko, bëre një përkthys edhe ja këtu. Unë e dolla derë jashtë, do thotë, dhe shyra ndej këndej, lema përkthys, po ti nuk pashe njeri të gjallë, si thuhet, jo, e lema përkthys, edhe u ktheva mrena, unë fjallore e kisha këtu. Tha shë përkthysi, a i po, habit për këshyrë. Tha shky është përkthysi i jam. Fjallore. Tha shumë kom mësu, diçka ta shofim, ullu, tha pra ta shofim, edhe mora plëtsorin e plëtsova, edhe tha mirë shumë, në regull, tha, e plëtsova plëtsorin edhe shkova, vazhdova. E kalova testin. Do më thonë me mikun tonë që të ka e pëndim, fjallore. Po pra, kështu që më ndeju me vetë përkthys, po, me punë intenzive, me ambicje. Do të kem punu, në ka interesu gjua dhe i kem kry gjitha kurset me radhë, mas ne i kem ba rishkollime dhe matutje dhe... Që të regon që ndoshta kur jem shtërsi, duhesh me mbjetu. Në qëfar do forme. Që në këtë rast edhe ju mu ambientu, me njës punën e aqmë pak kur e tregut edhe jo që keni shku si familje, keni pas edhe një fëmijë të vogël, kështu që do mos dashmërisht është dashmë u përshtahet për me bo një jetë përshtatshme për familje në këtë rast. Po, sigurisht se po. Kështu që nuk është e letë, është shumë e vështirë, por njeriu mandej krijon një jetë re dhe vazhdon me punë arrihet gjithçka, edhe me dëshirë. Unë thash edhe më herët krejt në fillim që ju keni pasion vallëzimin, keni pasion të udhtoni, keni pasionet të përbashkëta. Po më intereson me ditë, a keni qenë kështu tipa që jeni përshtat që në fillim kur jeni njoftu, apo mandej jeta zbashku ju ka bërë të ngjashëm? Po, pak a shumë po. Shëtitjen e kem pas, kë për shembull ka shëtit si rima shumë, edhe... Kosovës, jo Po atëherë edhe rratë për qarë Kosovës ka qenë gogja një shëtitje. Nështë dhe në Itali, në Turqi, Greqi, këto që kanë kufizu pak a shumë. Ndryshe ma largë nuk e fletëru. Po dhe për atë kohë, mirë ka qenë. Vallëzimin e kom dashë që thërë dhe unë. Si fëmi. Masanej... Por unë nuk jo marrë, dhe thotë që fillim vitet. Ja, në mënyrë ja imponova pak, ma rrethana kështu. Tash e donë edhe kë. Edhe atëre kem ba bashkë. E që shu njoftut? Me zveti po menë. Me zvete. Dim vetë në që shu njoftut. Shka thotë kismeti, kismeti më shivet e nuk shivet. Njërë del për mandaj duhet të aveshë zvetin. Unë jam ekonomiste e diplomume, dhe më thonë studime. Këto edhe kë biolog, Prishtina i tërhjek, dhe më thonë, krejtërimin e këtu bashkohen shumë. Kërë qendra, kërë qyteti pra. Vend takimi, po thuhet se rasia është breti i botës, ha? A rasisht do thotë? Ja, rasisht, s'na ka prezentu kërkush. Rasisht, pëtohet. Rasisht unë e pash një vajzë mire të bukur në kështë që më pëlqej, po ti nuk e ki ide, nuk e i pregaditën se do të shqish diçka që do të lënë për shtypjet të madhe kështu, dhe jo ma të shkoj, po shpërun pash diken, po s'di ka e pash. Po, iko. Si do ta shoh prapë, mas në herën e dytë, pa ta parasysh që pash një vajzë, po
ku do të gjejtash? U interesova, po ku do të interesosh nuk e ki ide, do të Po. dash. Herën e dytë e takova me prind, ha? E tash me prind, hajtë fol diçka ti, ku zosh me fol. Më interesoj, çka flasi, ku flasi, ka shkojnë edhe shkoj. E treta edhe vërteta atëherë e takova, dhe thash ndalë se dojna me ba disa muhabete unë të kështë. E të vërë tha ikë, qka, fund tjera. Mirë, vonë nuk u tërhoqa dhe, si me thonë, kësmetit i vana hizmet. Gudzimi jote dhe kam gullësia jote dhe thotë, ju ka bo bashkë këtat. E kam tregu këtë farë histori më duket të tepër, se disa herë e kam tregu, po kjo tha unë përshkoj të halla dhe e mendova se të halla kjo sërën pa dalu, nuk e lenë. Edhe unë prita disa andej këndej, shëtita poshtë e naltë edhe dhe i sa dolish, disa sa oru ma nuk e kam ide, as nuk kam lagarit, po mas i doli, mas ne filluj biseda mas biseda dhe kështu që mas ne u njoftum kështu për një me, ha? Po. Pra, do thotë Prishtina, po besoj pas ka një vend shumë të veçanë zemrën e juj. Po, pa tjetër. Se këtu pas ka njës gjithë shka. Sigurisht. Bill Clinton i sheshi. Po. Aty sa herë të kalojmë, thëmë, që të... Ndalu pak. Që të unë takumë. Nësa kafja parë është afer katedrales, aty është shumë këtë reshëshia, aty i mullë kem pi kafe e parë dhe, si më thonë, ullu bati unë kënë se pi cigare, se në të ka qenë pak, se me pi cigare është punë e madhe, shumë cigare të shtrejta, një dy, kështu nuk vërtet nuk visha e gjë, sa mi pasë në vetja, me mashtru në i vajzë, dhe i sa i mashtrova këtë, Me të regu që kësho unë kam. Po dhe të shtrejta jo, kështu për tira, po të shtrejta, edhe ullë aty, dhe zë një, unë bam, bësha kështu tim palidhje, kjo thati, me hetoj, tha s'po pishte, tha cigare. Thash në këtë këke doha një s'pe pishe. Se, ku po din, tha, po të hetoj, tha që atër e gjujte. E gjujte. Veç që më ke hetu, tha shpo e gjuj. Edhe nuk e pio, në sanena, po ke interesant se tash na tu bisedu kështu, kafe po pim, po edhe kjo me gjeste, tu folë edhe me gjeste edhe më prejk pak kjo kështu, adin? Tu folë me gjeste, tash të unë të prejk se Kur flasë adin kështu. Me dur. Edhe unë e kam këto. Mirë është, ti e mirë është edhe, më thonë. Po. Intelekt është edhe kështu që mas të nena, thash, mirë po bëhat, vërë është të prejk unë pak. U ba belaja. E prejka u qu, thash, shkoj ditën e mirë. Apo? Po, shkoj. Jo, tha pëse më prejku i nujnë veti hatër, i thash më marrë e thash ti ullu atje, na jenë të bisedu, se ullë për skejte. Po jo, tha pëse, tha më ke prejk, tha më duke shku më ndarë, se s'ka kuptim më më falë, se s'bane, më dora më thafë që të prejk a ndarë njëre, se do të me ba pagesti, do të pagu që kjo, dhe? Po. Edhe binda prapë e bashtrova disi ullë pak, e pësë ne filloj bised, mas bised, edhe që kështu. Edhe tash, ja ku jeni. Po. Tash ndo një jetën bashk, edhe po besoj jeni shumë miqë të më të mirë të njëri tjetrit. Sepse kështu reflektoni, ju thash edhe para se me hy në emision, nëse ju shumim në rrjetet sociale, keni një energji shumë të mirë me njëri tjetrit. Faleminderit. Po, nuk ndalëm, jemi shumë aktiv jemi. Jemi aktiv jemi, po. Më tregoni pak, si janë raportet tash me njëri tjetrin? Keni ndonjë diskutim, apo çdo herë keni këtë energji pozitive që e jepni edhe para ekranit? Ka pyta, a përlanin më zvetin herë, unë tregova diçka. Kryse, nuk e lani këtë përshtypje. Dikush tha, kjo s'ko ka të përlanin, tha, po diskutojshi kështu, tha, si qujti si kundrështim, se ashe pa mira, dhe kjo është një dhe i përlanin, ashe përlanin dhe knaqemi ka njerë. Shumë pak po bëj shaka, po bëj morë, po normali është pjesë e jetës, po është me rësi me kuptu, edhe me toleru. Se jem shumë bashkë, shumë. Me gjithë anë pozitive, me reflektu pozitivitet, me ndim pozitiv, ato të shumë përpar. Për ndryshe, për umore me dukuri negativa, nuk shkën puna mirë. Ju jetoni? Normale, po mos me të pru, dhe thëtë. Po. Gjithë shka në suazat të normalës. Normale, s'ma. Ju jetoni në... Bashkësia falë se ka regula, pra. I po t'ishtë në bashkësia i kime pas regula. Toleranca është në kufi, adin po më ndoj duhet. Po si përmbajtë regullas që duhet t'jenë si duhet, atëre nuk funksionan. Nuk funksionan, sigurisht e nuk funksionan. Që e shumë në pysin asu mërzit, ose kur takojnë, dikur thot kjo është nëse jeme. Për thëmë se e di. Edhe nuk mërzit nga s'njerë, shumë e shumë që jemi të pandashëm, edhe bisedat si të qenë prej fillimit. Gjdo herë keni qka me folë, gjdo herë ju lidhë dhe qka bashkë. Nuk nga premton koha, kur jemi në ultime kështu nuk premton koha. Thot ti,
mos harro që ka ki me thonë se s'përëm të në Dhe sa të krynë kë, Po, pra. mos me harru unë që ka të Kështu që beshta mos në njeri e kryon jetën, në kështu, në parë si se e kryon, edhe që qështu, pastaj. Vazhdon, po. Ju jetoni në Frankfurt, në Gjermani, në një vend ku ka shumë shqiptar. Po të njëjtën kohë gjatë kohës kur keni shku atje, juve ju është dashur milion familjet këto në Kosovë, edhe po besoj kjo ka qenë pjesa më e vështirë pastaj. Me jetu larg tyre, ndoshta larg përditshmërisë që keni kriju edhe ju gjatë kohës kur keni qenë këto, ndonë se keni ditë që ofër mundeni me gjetë ndonjë shqiptar. Në Frankfurt ka shqiptar, atër kur ke marrë ka qenë në pjesë aty ku jetojmë, se ti jeton në Frankfurt, jeton në farë Nuk ka pas. S'ka pas shqiptar. A vonë, dështë të diqka Edhe pak. ti e gëzu nëse dikonin e keni folë Shqips, jo s'ka pas. Një dhonër e ka pas kë në Frankfurt. Po edhe ajo kon distancë, u gëzojshim kur vike, ose kur shkojshim. Ose ka qenë ato fillim vitet e 90-a, ndryshe ka qenë, krej situatë tjetër ka qenë. Çdo aspekt. Dokumentaciones ke pas, tjetër krejt. kanë shumë shtirë. Është koha e internetit, do thotë. Tash e ke çdo mundësi. Çdo mundësi ki atër kanë qenë mundësi shumë të kufizume. Po me puni arrin gjitha, po dashte, po nuk dashte. Po dhe sot është ajo ndjenë, kër e lindi kanë të folë Shqip, Duke që diçka familjar. Po, edhe Nuk ka shansë gjua e nanës, gjua shqipe. dhe mos mi thonë a Shqipe, Sa a ëmbël, diçka me folë. sa ëmbël, se keni emisionin ëmbël, sa ëmbël, sa e mirë, sa e lirë, se gjua shqipe s'ka asnjë pra. Nuk ka, është e vërtetë, definitivisht. Kudo që shkon, nuk ka me gjuhën shqipe, me njerëz që janë shqiptarë në përgjithësi, mendoj që e ka një energjike ndryshe, një respekt për njëri tjetrin. Po pra, afërsi, ndjesi, gjitha janë ndryshe pra. Të thash fillim, mund të shëtish krejt botën në shëtisëm mjaft, nuk di që në kam vetë pa shëtit, po këtu pa u këthy në fund, me përfundu pëshimin, nuk e numrojnë se ke përfundu pëshim. Kur ka nisë rrugtimi juaj për me shëtit botën? Kur i keni qitë krejt sarët të vija? Fillim Evropën, ato s'ke numrojnë, por Evropa është fëqinjë ashtu. Ato s'kem dalë edhe me fëmijët vogël, edhe me si quni këte ju këtë karocën e vogël që e mandorë, edhe moshën se kemi pytë. Për Evropë, jo. Se ti mund të shkosh 500 km, do 5 orë, 6 orë, 10 orë, do shta ma shumë, do shta nuk dhe Krejtë në fillim Gjermanin. Gjermanin ma më shlasëm nuk ka Se veç. ti s'ke pas pasaporta, diçka për me udhtu, për me lëshu shtetin, Gjermanin ma... ke në përpjesë Gjermanisë. Gjithmonë, që do shta shumë Gjerman nuk e kanë vizitu sina. Po, sepse ka distanca gëgjat më voja me shteteve. Shumë, pej veri u denju, ti kini mje sa kilometra, sa orë duen me... Dikush që nga tregoj ke nej pjesë të... Si ja vlen me vizitu, na ke vizitu. Edhe nëse o konë vizit veç ditore, ke shkun me nxez të nditën ke, edhe je këthuj me fëmime. Kështu që nuk kanë parasit problem fëmija, edhe pse kanë qenë vegjën atë, mas ne ke fillu në për Evropë, kështu rrethe për qarkë, dërsa fluturimet larkëta pak ma vonë, dhe i sa fëmija kanë fillu të rritën edhe... Kanë fillu me kriju jetën e vetë? Po, pra, atër pak ma vonë kanë fillu. Para 10 vjetë, diku 19 vjetë, po, Amerikën kemi kist... Amerikën në kam dash spaku 11 vjetë regullisht kemi fillu. Edhe gjithë ta shtetet i kemi vizitu. 11 vjetë, rrështë keni shku në Amerikën. 11 vjetë, dhe thotë. Se kështu? Veç për mes pjesë kemi zemrës. Unë për vetë jam shumë Amerikan, pro-Amerikan, se mos lasë zoti pa me këtërë. Edhe gjdo qytet e gjdo shtet e kemi vizitu. Pastaj Australinë, para 2-3 viteve, edhe ato pjesë Melbourne, Sydney edhe Brisbane. E mas nej. Tash kem fillu Azinë. Azinë, Afrikën, edhe kështu me radhë. Edhe tash e dikur. Se udhtimet? Si u bën më undi pjesa e udhtimet? Është shumë knacime, pa popujnë të ndryshëm, edhe vendet të ndryshme, ushqimet të ndryshme, kulturat të ndryshme, është shka... Gjithë qka pra, shëpë gjithë qka. Edhe mu mle përshtypje një vend që del atil du, unë vetë jem prezent aty. Unë tash jo. S'do këtë interesant veç pakon për mes fotografive, a? Jo. Nuk do këtë interesant nëse ti nuk e shku ato. Jo, pa shku vetë nuk më do këtë interesant. Edhe vullneti është dëshira i madha. Jo po bëjke si jobi, mandej nuk din të ndalesh. Po i kryon, mandi thu edhe një dhe të banë shumë, dhe që kështu nuk ndalim. Deri me tash jo, është që zotit,
Dhe jem Edhe shumë kur aktiv. të i vizitojmë këto shtete ose qytete, çka do të thoshtë në për qytete, nuk enem shumë ecim kam. Si doj me pa. Bile kur në thonë, keni jo, thëmë se, du mi vetë mi pa, mi ndi vende. Jo, edhe me pa qytetin që mos me haru. Tash po të shkoj në njëjtin qytet, do shta dhe përmen që dim. Po. Se eci me kam, edhe i shef gjithdo pjesë qytetit, po thush të qendrat, që ka javlen mu vizitu, edhe që ka vizitushme. Gjdo popull është ndrysh, pastaj. Po ndryshe kur i pyet disa sa largu me kam 20 minuta, 30 minuta, çka janë 20-30 minuta? Si tu po Ose një orë. Po e shef, po e studion ai, kupton? Edhe ecën kamit. Jo, shkosh me taksi, me makine, me kështu, ndoshta disa pjesë të largëta, ki nevojë të hapësh diçka. Por ndryshe qendrat ku janë vizitueshme nuk ki nevojë me përdor diçka, se e shef çdo pjesë qytetit. Cili është ndonjë vend që ju kalon shumë përshtypje, që ndoshta edhe 10 herë tjera me shku, prap shkan. Që ashtu ka shtete, si thu, edhe me ta pagu dikush, nuk shkan. Ndoshta natë Ka pjesë nuk kem vrej që Jo, si javlen për me shemb- vizitu, po për mendim të anin, cili kishte me qenë? Brisbane e Australisë, a i më qenë, thëmë prap kisha shku. Mendoje për ndonjë fest ose diçka me që prap. Po, Po, nuk e kemi larg mes. që Floridën pastaj Në Amerikë. jem shku 2 herë, edhe pse Po, 2 herë kemi vizituar. kemi vizitu Miami. 2 herë, vitin 2017 edhe 23-ën, apo? Po, Po, 23-ën. se kemi vizituar 2 herë. Kemi ba pushime, do thotë. Po. Po, Se cila i ka karakteristikat e karakteristikat e veta. veta. Edhe nuk mundesh me nda. S'mundesh me- Asilta e si me nda, si Gjdo vra. shtet ose Po. gjdo qytet i ka Shumë edhe të mirat edhe të këqijat i shenë. janë, do me thonë që s'mundesh me nda, janë shumë interesante. Për juve, zotri Bekzat? Unë po thëmë si njerës kështu që janë afru, ndoshta dhe pak, ndoshta ma të afërt, Australia ka qenë. Australia. Njës të Australisë, pra. Se që sa ta të kanë vrejë se kërkon diçka, nuk e pas nevojë me pyet, po të ka afru Pa vetë, pritushëm. pa pritushëm. Ka ndodhë kjo ka kërku një shqitore Gjermane, mos gabofsha, një vajzë shumë ndoshta si është dika ishtë shku që tha vima. Tha, unë tha nuk e di s'kem qenë asnjëherë, tha unë vi tha me ju. E pe kërkojmë bashkë. Tha bashkë ta pe kërkojmë, tha, për shembull. Ai kishte drejtimi krejtë dhe vjen me ne, po shoshni pa e pas Po. kur far nevojës, kur far arsye, po që e thot vjen për shembull, një për shembull, ose Edhe për pozitivitet shumë në kanë befasu Indonezia. po ma vonë kjo është e Populli, fundit. po. Kjo është këtë vit. Do thot në Indonezia është vendi fundit deri tash që e keni vizitu. Në Australi, për shembull, Melbourne ishte e shpall para vitit kaluar, shibjen, qyteti më i disponuar. Njerëz më të disponuar. Optimist. Po, me vullnet më të mirë, ose si me qujtë. Atë qashtu ishte në shpallë. Edhe ishin njerëz më të afërm, po them, kështu. Pra mikpritja shumë e veçantë atje, a? Shumë e veçantë, po. Edhe unë e kisha bindjen se ndoshta pak largësia, edhe që është një ishulli më i madh në botë, ndoshta e bën atë vetën. Se kjo mërvetja po të sa njerëz paqësore, të sjellë shumë. Po, dhe ke. Këta me ka kanë me zhvillu thash lufta edhe këto. Ko i shifën ke s'kanë shtetet tjerë. Agësit po. Po s'kanë me ka, thash këta, unë po mendoj. Vetë vetë të ke. E kam ndjenjën që edhe këta... Pozita geografike i banë të ke më kështu kanë. që e ndin vetën paka shumë edhe këta si mërgjimtarë, kështu paka shumë. Në qatë, do shta nuk është një analogji ose krasimi vërtet, ose sa duhet, po në qatë farë kuptimun e edhe isha kësaj arsyën. Kështu që ata... Po kjo është e mira udhëtimeve që ndoshta ti nuk din diçka për ta, po i nis me kriju diçka në imagjinatën tonë dhe pse është ashtu. Edhe është vend që ka sa mbi 15.000... Dhe para gjykimet ose. 15.000 plazha, për shembull, që ato shëryk atje një thanje më duhet spaku 27 vjetë për me vizitu. Udhëtimet i bëni veç ju dy çdo herë? Fillim edhe fëmija, kanë qenë pa ta... Gjithherë dhe... Mas ne ju shkëputën ata prej nere, ju në bashkan gjithë. 19-ën, më duket 19-ën, jem veç unë e kjo, adhe atëherë edhe me fëmija. Edhe me fëmija, po. E kanë edhe ata po kaq qaf udhëtimin, ose ballëzimin, ose ndonjë pasën që e kanë... E kanë edhe udhëtimin, po jo si na. Unë po të regoj një rast, kur kem shku për shembull në Shtetet e Bashkuara, kem marrë, kem shku në
Los Angeles, edhe fluturimi ka qenë për në... Dëshim me shku për në San Francisco. San Francisco në mëngjes në ora 5. Dhe ka qenë edhe djali edhe vajza në 5 fluturimi, ata nuk jenë qu për shkak... Jo, tha se... Se s'dojnë me prit zhumin, na kem fluturu, kem shku, Jo, kem vizitu, do thot. Ju shëtit një shumë, sa jo, sa nuk... Po pritoj me ardhë. Na rinia se kena mo fuqin, po mduket. Jena ma të dobet, ma të latë, pritoj me ecë, me uzuaret. E kanë anullu, do thot, fluturimin dhe s'kanë ardhë. Se kanë vizitu San Francisco. Po, e ju keni shku vetë. Po, na vetë kem shku edhe i mi këthuj prapë. U këthym pej fluturimit, pej shëtitjes fundit, në ra, që premte nuk këthym, shtunën në Gjermani. Po shumë, edhe të nesër me në këmile po hamendet, apo shkoj me aeroplan e me makinë, thash me makinë, po shkoj. Po shoni të nge pak, të ke sekundën i me din migratash sa orë, u them heq, tham shkum. Po s'ka pas të një orë ke marrë, këtu. po. Ja, përke ju. Ku e merë një këtë energji, realisht? Me mendu gjitha të rrugë u them Vullnet. aeroplan, pasaj me vetu. Dëshira, he? Dëshira. Mos me hub dit tash për me ardhë në Kosovë. Dëshira, Ma hub po. pas një dit. Po. Edhe ja thu vetës pra që e donë. Pra është pak a shumë që shë bën mendjen tonë. Po, qaj është. Sigurisht. Po edhe Çdo gjë, nëse ki vullnet, ke dëshirë e realizon. Me dëshirë gjithë shka realizon. Po. E ndonjë vend që nuk ju ka pëlqy ose nuk ju kalon për shtypje të mira, keni sepse Unë ka nuk ndonjëherë. muj me thonë që s'm kalon për shtypje, se çdo vend i ka karakteristikat e veta, Ti mund është Po, me dhe jo. krasu, nështë me karakteristika, do me të mirat e me të qiat, por na i shohim vetëm anë pozitive, se nësë shkojmë atje me i ba studimet, anë negativa, po si i kanë ato. po diku të kryesisht- pengon ushqimi, më falë, Po. që tash për shumë. Azi, Aziatikët dhe shumë ma djekës të thonë- përdorin. edhe Arabikët, pjesë arabiket, ëmbëlsira, krejt ëmbël e bajnë ushqime, për shembull. Do shta ushqime, nuk o për ne sa duhet, po, thu, këthena në shpe, e të ha, po, si qka duhet. ha më ta. A ka qenë ajkon ushqimi më i mirë se në Kosovë? Se ne në Kosovë gjithë e kemi Ja, pak ushqimi- problemin me ndryshu ushqimin. Ja, të shumë, tjera. ja, me ushqim të Kosovë, Jo, nuk Ballkanik. krasuat. E ka edhe Jo, turqë që jo, kanë jo. ushqime të mirë, për shembull, po në Hong Kong është ushqimi mirë se është qytet botnor aziatik. I ki gjitha llojet ushqime, i ki edhe evropiane, edhe amerikane, edhe gjitha llojet. është e Aty i ki përzime. matë gjitha, çka të lypsh. Ndërsa këto vende tjera, në këto me lvesta pak, Jo, për ne do thotë, e të projnë pak, po pengojnë. njeri pas ne adaptohet, edhe njeri kur nuk gjej ke krypje, i thash, merre një si me dhanë një farë gotet vogël kështu që lyllet edhe një sasi krypat edhe majnë qanë. Në gjantë. A keni taku shqiptarë në këto vende ku keni shku? Me Po, thonë drejtën, ja që ku kem taku shqiptar, ishim verë dimnit në Egjipt, në Kairo, në këtë farë muzeun, muzeun më të madhin. Bot, po, në muzej kem taku. Edhe na po ecim, ty folën, që ty e vizitu një shtatërtor në të muze, një e Vlorës. Po të kujtohet? Po, po, e di. Ajo tha, jo më tha, jetoj në Suedi, e kërë, tha, po folni, edhe një neva, tha, të bisedu Shqip, se ajo burrin e pat suedez, po, Suedi jetoj, na spatem ato ku me një të folëshim. E ajo na ndëgjoj neve, edhe u afru. Thash që s'ka vend... Që s'del shqiptarë, po që ata dhe pjo pësë. Po, ka. Ka mjavesh, na jemi Gjithka. në tanën mas vizitës, edhe i kërkojmë vendet, qka ja vlerën, qka du të me vizitu, dhe me thonë drejtën nuk ndalemi, se po ndale kështu muhabete, ose dikush të thonë atër Ec koha. Po, ec koha dhe nuk e realizon atë që e para shef. Me përjashtim në Australinë, një shoshni që në ka jetës sociale në kaftu, edhe kemi ndalë një dargës. Bashku për ndryshe nuk ndalemi, se po ndalemi, pas të imbetë mbrapa, diçka do të ngellë pa e vizitu. Se takon shqiptarë, gjithandej botës po. E vërtet, ku do ka shqiptarë. Toksor, pra, është shqiptarë. Keni ndonjë vend në planet e juja ose në mendjet e juja që me pa tjetër doni me vizitu ose edhe gjatë këti viti? Me pa tjetër, do shta jo, veç plani kemi, po nuk ndalemi në asë tjetër. Indin,
këto në Mekë, Edhe edhe disa në vende edhe Qabe, arabike kështu. edhe Amerikës jugore. Dhe Amerikës Latine, kemi disa, kemi hala vende. Po ende vende që s'keni vizitua. E këtë vit keni planifiku diçka, po ende jo? Na këtë vit ishën. Po. A sa u këthym, para një javë Po, nuk e ka një javë. po gjatë dimret. E gjatë dimrit shumë. Pjesë në ngrota të shkojmë, në ato pjesë të... Prej Indonezisë të shohim ku. Jo, për këtë vit, mendojmë Koretë Veriut, Jugut, se Veriut s'na lanë më shku. Në falë të ka dalë, pak. Korenë Jugut. Atë ka dalë. Edhe Indin, qëto dyja. Pjesë në ngrota. Mirë, plane interesante. Realisht po më pëlqen për zgjedhja që po e bëjnë se janë vende që realisht janë kultura ndoshta krejtësisht ndryshe me vendin tonë dhe mësoni diçka të reja dhe duket më interesant pastaj. E këtë vit kem shku në përmes Kinës, se kërkon të atje një... ishte rrezik me shku në këtë pjesë. Po, në për... se zakonisht flutturimet e gjata, ti nuk I ki drejt, ose janë ma... e ki një stop dikun. Kure bom rezervimin në për ose Abu Dhabi ose Dubai. Masi që atë trazina tash me Iranin dhe me atëhere, thamë nuk është të sigur të atëherë përshkojmë në përmes Pekinit. Pekin atje në kara një ditë mas ne, nësë është ba pauza, kem nejtë një ditë. Që me u lidhë pastaj. O, dhe mes ne kem shku në aeroporti tjetër. Krejtë sa me vizitu paka shumë me pa kinesët ata kanë bërë një zhvillim. Mes me thonë të ata shumë që kanë bërë një zhvillim të madhë, një vund të madhë po bajnë. E mas ne kem fleturu në Gjakartë. Janë të kushtushme këto udhëtimet? A janë të kushtushme? Po, janë, sigurisht se janë, por na ju rrimë gati, I bajmë ma heret. Na I bajmë... Se këto për du me ditë sekretin që shme arrit me menagju. Në shta një vit për para, se na tash I bajmë për vitin arshëm. Edhe nuk ndronë e bajmë për vitin arshëm. Po dhe ndodhë diçka punë e marë. Jonë masën e I mërë si pako, jonë... Pra kjo është sekreti që me pas mundësi me vizitu ka shumë vende. Me planifiku mirë. Po, dhe më thonë nëse janë të kushtushme. Me për zgjedhe me kanë në hoteli, me kanë ma shumë qender, ma ka shumë me kanë komod, mi pas dhe yje, 3-4 yje, ose me pas I përshtatshme. I përshtatshme. Mirë shumë. Me pas afer. Po. Gjëja kryesore, udhëtime. E vallëzime? Na ka dhënë shumë vende me I vizitu, po tash herën e fundit kjo Indonezia kanë qenë çdo alama mikpritësa të mëdhaj. Do shë duke interesant se evropian pak ju afru australistë edhe kjo. Na kanë përshëndetë edhe me fjalë edhe me gjeste, edhe kanë bë foto, atë bujna me bë foto. Sa foto ti kanë bërë, mandej ke marrë pjesë është në bajnë një koncert për ditë lidhjes. Po, ke 499 vjetori I Gjakartës, edhe qëllumë rasisht. Ajo ishte me 22, për mduke që shumë. Kemi valzu dhe thot, ka qenë një bine improvizu me paka shumë anash, se ma që tha ju rasisht edhe nuk mund t'ju vendosit aty për aty. Po tha ju, përdojnë këtë pjesë të krej anash, si bine improvizume dhe është bëjë interesant, është bëjë shumë. Mas ne kem shku, ka qenë një festival ndërkombëtar Gjakarta 26, dhe tu kem shku na veç si musafir kështu, na kanë fru, kem valzuat aty, edhe na kanë fru mandej edhe për show, po thash, na premtov të koha, ose thash vim nga Gjermania, shumë lartë fletërimi. Edhe që kështu ka qenë shumë mirë, ka qenë atmosferë shumë... Nuk pritojmë. Duket që po I shijojshi shumë udhëtimet. Po, edhe ka qenë shumë e disponume atmosfera në këto pjesë. Edhe të thash që rastisht edhe ishim në Gjakartë një ofër të hotelit. U majt një darsëm. U majt një darsëm. Është kjo këtu, a? Po, që kjo. Edhe qysh, arritët me marrë pjesë në një darsëm në Indonezi. Atër në panë se po hymë aty në hotel, a mundi me ardhë. Nesër e kemë, thëke këtu një... Edhe në kemë darsëm, thëke djallin martohet, edhe hajde një... Shkumë. Këtu para ti farë hotelit. Po. Qysh ka lutë? Qysh është e dasma në Indonezi? Shumë shumë interesante. Shumë mirë. Po, na nuk e bërë në fotografinë aty për aty, se nuk e patë identi që do të shkojshë, edhe këse ke bërë edhe video inqizim kështu. E kësha frikë inqizim me bo, se të isha këta paka shumë me shamia, me nuk do në... Po,
mundet me pas probleme. Edhe, po thot, kë zonri, po thot, a doni me bo në i foto, në i video, thash, po, nuk guxu më thonë drejtën, jo, që shjo me gjithë qefe, u lirune, edhe neve na lirune. Shumë e ftu në një dasëm që është shumë personale, veç pse të kam pa që je turisti huaj, diçka shumë e bukur. Ka befasu. Për gafeja këta... Hajde, provoni ushqimet tona. Tradicionale, me ushqimby, ka qenë interesante dhe njësi shumë e mirë, e veçantë pra. Se këta jenë, për gafeja është shteti më i madh në botë, musliman, do thotë, i ka 288 milion ka arritur. Dërsa është shteti i 4 në botë pas. Edhe Gjakarta është një qytet që fundoset çdo vit niveli i jetit ngritet. Thuhet që mas 30 viteve dikush s'ka me ekzistu. Edhe ishin kurrështja. Edhe është interesant se ka kontradikta të mëdha. Hynë në qendra tregtare nuk din me dal çfarë rregullimi kanë bërë, çfarë arkitekture, çfarë kurie, ndërsa ki pjesë katastrofale pastaj ka. Kështu është rregulluar ajo. Edhe është qyteti apo shteti apo si do thonë qyteti më i madh në botë për nga punësia. 40 milion arrin numri, 40 milion një qytet. Pra, ju nuk është që vizitoni një vend veçajt. I dinim, lexoni, kuptoni, mësoni më shumë për atë vend para se me shkua. Sigurisht, po, u lumtoj. Që të regon që ju për në me doni udhtimin, nuk është vetë shkoni me tonë që keni vizitu. Ne planifikojmë për para. Keni pasion. Po, pasioni kemi. Mësë një pasioni nuk... I përzgjedhim vendet. Ose Teksasin, ke mendu që gjithherë au Teksas. Ki para gjykime. Ideja që është shumë i rrezikshme. Ja, shumë shtetet më të mikpritse në Amerikë. Houston ishim edhe në Dallas. Shumë populli, njerëz shumë të... Që deri sa ke pyet, si më thonë, një rast simbolik që na kem pyet për taksi, ai ka porosit, vjen taksi dhe të merr dhe është i paguam, do thotë. Unë thash, sa kushton jo, thotë, është i kryen për mos me zgjat pak kështu atje. Është si do kjo, thotë, kjo është e paguar. Do thotë, faleminderit për atij, ai nuk kushton diku më ditë sa, po është. Ose ty e lshu Houstonin aty në përsigurim ty kalu, në sigurimit, policë, jo mashkull. Edhe po thot, kur e pa pasaportën, se na udhtoj me pasaport Kosovës, kur e pa, wow, Kosovo e bëqfarë, sa ka bërtit modhe. Sa ta si shqiptar, jeni të prejkë, të qëndorën, për tjera herë. Ta shapedin ku Kosova, që shjove ke. Po në Amerikë ka shumë, nga Kosova, nga Shqipëria, ka shumë shqiptarë, në përgjithësi. Amerikan ke, po si e po. Amerikan, që pa pasaportën e Kosovës, i la për shtypje dhe tha du mi pa prapë. Ta shprap kime në pa, se na jem të vizë shumë lëvizit, tha shprap kime në pa. Mirë shumë. Gjithë shka po. E me vallëzimin, apo e keni ende pasion, apo vallëzoni ende? Po, se ndalim, veç deshta edhe në qip më ndalë pak, se ki para gjykime ti, deri sa vetë nuk e shion me pa besyt dhe me prej kështu, ki para gjykime, se veç që e ki me dënime, edhe kur kem shku në gjithë, këpërshqipja ka qenë shumë mirë, po kur kem shku, na ka ndru aeroplani, është vonu, është ndru, edhe kem rrit dikur mas orës 2 mes natës. Mas orës 2 do thotë shkon me taksi, edhe shef qyteti krejt, nuk shef asë gja, dritat janë naluna, ato farë roletat e hekrit i këshin byll, shqitore, krejt në byllta, edhe në qonë të një hotel i cili për herë parë kështë ndodhë që hotel me që një 3 katë, ndërtesa e larkë, shumë mes qytetit, po i përdorën vetëm një 3 katë si hotel, tjerat banim. Kur në qoj aty thashtë ta këndalti, ashtë kjo ose ka gabu, ose për në rrenë, qënë aty të shka një gëndoni. Që t'i ndalë njëre, se s'kimi marë pare, se me i sa të shumë. Kur doli a i në mori, ajde hotel, hynë më aty në regull, kur shkun të recepcioni, për në shef i mërë pasaporta, tha në regull, tha ju keni porosit 2 dhoma, është 2 dhoma 2 vetë, tha 2 dhoma 2 vogla, tha i keni afer, jonë, tha edhe në regull, tha i keni 2 dhoma 2 vogla, thash 2 dhoma 2 vogla, për na jemi një, por një dhomë dyshe. A bon, thash një të madhe, jo, thash, bon, në regull, thash, pro, a bon, thash unë një dhomë 2 vogla me marë në 2, thash se jem të martu, më s'ka lidhe, me nejtë edhe bashkë, thash e flemë, s'është problem, thash e një për ta falim ty, tha, por nuk e di, më s'është i vogël, hishtë s'ka der, thash, na, thash se martum, thash, është në liume me nejtë, se kanë do regula këta arabik, kur si martum, se im të martum, me që kisha lidu diçka vërta, tha, po, bon, tha, edhe hyrëm aty në i dhoma e vogël,
në 12, kupton? Për fëmijë, kështë një kreveti fëmijëve, ma e madhe banjë se sa dhoma. Kemi gjë hapi valigjën kështu, hapi disi, fillojmë mu ndërvëzu, të shajli, mos e gjatë punë madhe, kalojmë një natë. Nesër me na e ndruan. Edhe të nesër më shkum. To dy dhoma jepi e Una, apo me bon një të madhe, jo, tha, jo në vërtet që atë natë, tha, për me pas të madhe, ju të mishtu edhe një $400, tha, se ju keni përësi 2, tha, shose është bagabim, ose këtë bërë kështu trika, ha? E mas ne kur shkum nesër, tha, jo, tha, është ba në falë se është bagabim, andej, këneje. Me fjallë tjera, i në mrami ka thonë, ndështë ta i nëzënja $400, i mashtroj kështu pak. E ka provu, po. E ka provu dhe e ka lumë një mrami. Ka ndodhen edhe këse gjana në ujime, po që mbesim pas taj kujtime. Sigurisht, besin kujtime, ose mas një 2 dite kemë uthu me metro dhe këshin shumë të zhvillume, Kajro, se kom menuashtë që është të zhvillume. Edhe kemë hypë në tren, tu bisedu një djalli cili studion të gjermanishtër, mas ne bisedit mas bisedit i habitësh, edhe el shumë një stacion. Kështu, kur el shumë stacionin, tash u këthym, kur jemi këthys, se ki idenë, hynë në ato trenin, aty hyna, plot grapot i nuk e idenë që ka pëndodhë, është edhe disa kështu krejtë në byllëra me ato, se i kanë edhe do të reja, fillun me qesh, këshyrin ka unë, po thash, qeshin punë e madhe, shumë, do shta evropiane edhe po qeshin, kur të edhe një ma vjetër, e se unë e ktheva shpirën kështu nga këtu. Vagoni veç për gratë, veç, ma më shkujt veç, na hinem dytë. Qka lyp ti këtu, pse ke hypi? A din me lezu ti? Thash, me lezu më falë, thash, po të pas ka do, thash, edhe këto anë në këshim pana. Se së ndodhë ma, a dhe qëfar vërsulja jo? Erdhe e farë vjetër e treni, po ishin vagonat të ndonë, për mashkuj edhe për ndonë për femna. Se ki idena se nuk e këshyrë rejtë qëfare... E të shdesh me zbritje e tha rejnë e dejnë. Ku do me zbritë, veç ati qëfar vërsulja thash, do në thash me më rejnë një grugë. E ndalume, thome. Interesant janë këto kujtime të ufime. Dhe tha ti me lezu, thash, unë ti me lezu, po që se më shumë falë, edhe stacioni parë për fatë edhe dole. Shpëtova fa na i rahje. Pa e rejtë, gratë. Na i rahje kështë, po. Mirë shumë. Vallëzimin tha që ende po e keni pasion, ende e praktikoni edhe në publik në përgjithësi, e thatë edhe në Indonezi keni valzu, pra ku të shkoni edhe valzoni, a? Edhe, si me thanë, në Gjakarta 2026 të mante një festival botënor, që ma që pjesë shumë shtete dhe na u bashkan gjithëm. Ajo është rast se i, po u bashkan gjithëm. Ndaj e këngëtarja naftoj dhe tha do t'i ftoj një show, kur jeni ose të veçantë veni, thashe, për veçantë të shumë, se jemi pak larkë, po do të shumë. Tha se edhe kam qef ma në Frankfurt, tha do të vitë, thashe, mirë se vjen, po na po të patëm kohë, thash, do të vim. Me siguri, ndosma me zi presin me juftu të afërmit e juj. Po. Për shkak edhe që valzoni bukur, definitivisht, edhe keni pasion, edhe bëni atmosferë pas taj. Jem antar të regullë të shkollës valzimit, sa vjetë, prej vitit hobi. Kemë fillu pak ma heret. Nuk hezitojmë me muqu me valzu, edhe nëse kur kush nuk është në fjatu të valzu, e fillojmë. Cilë kish me qenë ndoshta një këshill ose një mesazh i bukur që kishit me ndoa me shumë qitë të reja për këtë energjin që e keni zbashku, për komunikimin e bukur edhe të mirë edhe që e keni mes njëri tjetrit e që e thatë edhe ju që është qelsi mbase që reflektoni po kaq bukur edhe në publik. Shio në jetën, toleranca është numër 1, sinceriteti, pozitivitet. Jeta është shumë e shkurt, shfrytëzon e jetë. Mendoni pozitivisht, pozitivitet gjeni. Kjo është. Pra dhe valzoni, se valzimi përveç se ju gëzon, ju disponon edhe jetën ja vështon. Pajtohen për këto. Shumë faleminderit edhe një. Valzimi është një terapi shkencore për mendjen edhe trupin, se ne nuk hynë në filozofinë edhe shërimit e valzimit, po. Me siguri e keni vrejtë edhe ju që ka ndiku pozitivisht e kjo valzimi. Shumë pozitivisht. Dhe më thonë ta hek stresin e të ndite se da jemi antar të regull, e ki 2 herë një javë t'i kemë orë të regull të valzimit. Kërë që valzoni gjithë për që t'jumëtur. Zohuni pra, ju gëzon, ju disponon për dhe jetën e për trupin, shpirtin dhe mendjen. Falinderit shumë edhe njerë, shumë knaqësi që ju po ata në studio. Falinderit që ndajtët nga jeta juaj personale, po mbi gjitha nga tregut pak edhe nga fotot edhe neve për mes bisedës në imaginatën aty në vendeve që ju i keni vizitu. Falinderit.
Shumë faleminderit. Merci edhe ju. E shumë qef. Shumë faleminderit. Të dashur shikues, është koha me u shkëput me një material dhe rikthehemi në studio. Vazhdoni që ndroni me ne.